Unaza lindore e qytetit të Shkodrës po kthehet një pikë me rrezikshmëri të lartë aksidentesh. Fluksi i madh i automjeteve, përfshirë dhe mjetet të tonazheve të rënda, është shoqëruar me një tjetër problem shqetësues, lëvizja e biçikletave në njëjtën rrugë me makinat. Mungesa e kursive të dedikuara për biçikletat, por rrit ndjeshëm rrezikun për përplasje, sidomos në oraret me qarkullim të dendur. Në rrugën në Onazën prej te Argenti që del Onaza kryesore, aty bërim aksidentesh. Ta marrin parasysh të vend rrugën e biçikletave, sepse është shumë problematike. Ky shqetësim është ngritur dhe nga vetë banorët e zonës, të cilët përdorin çdo ditë biçikletën për lëvizje. Rrezik ka, po do ta shohin bashkia këtë punë. Me fol drejtën. Rrezik se s'kan dy janë ta zon rrugën. Bashkia Shkodrës keni fijava për pleq, e për të ri, me na bëdhe ne një kursi biçikletash, se dalim për ditë, se s'kena qa bëjmë shpi, se jena vetëm. Ndërkohë qytetarët presin që ky shqetësim të marrë zgjidhje sa më parë për të shmangur aksidentet dhe për të garantuar sigurinë e lëvizjes në këtë aks rrugor.